Të gjitha parat në xhepin tuaj dikur erdhën nga kjo makinë egzaminuese. Mund ta gjeni atë në byron e gdhendjes dhe shtypjes. Byroja është pothuajse fjalë për fjalë një makinë mirë e vajosur. Një vëmendje jashtëzakonshme ndaj detajeve, ndonjëherë në mënyra që nuk mund t'i shihni, shkon për ta bërë atë kështu. Gjithçka fillon në Washington DC ose Fort Worth, Texas. Rreth $541 milion në ditë dalin nga këto shtypshkronja në këto dy vende. Ndoshta keni dëgjuar termin para letre, por kjo është e pasakt. Këto flet parash nuk janë vërtet letër, e cila zakonisht bëhet nga tul druri. Përkundrazi, ato janë një përzierje e 75% pambuk dhe 25% lirë. Kompania Crane Paper furnizon materialin e specializuar që shkon në këto stiva parash. Në fakt, kjo kompani ka një monopol mbi materialet që po shikoni, sepse ka qenë në këtë biznes që nga fillimi i sistemit të notave të rezervës federale. Është e paligjshme për çdo tjetër të zotërojë këto materiale. Siç mund ta imagjinoni, çdo njësi ka veçori sigurie të ngulitura. Nuk do t'i shihni ato në asnjë nga këto fatura që dalin nga linja e prodhimit, por ka fibra sigurie të kuqe dhe blu të ngulitura në material dhe të shpërndara në mënyrë të rastësishme. Këto fatura gjithashtu përmbajnë veçori të tjera të reja, edhe pse ato nuk përfshihen në asnjë faturë $1. Ka ngjyrë delikate në sfond. Letrat me vlerë më të mëdha do të kenë një ujë shenjë portreti që mund ta shihni kur e mbani kundër dritës, siç po shihni këtë. Ka gjithashtu bojë që ndryshon ngjyrë kur letra anohet. Ka diçka tjetër gjithashtu. Në të gjitha parat, përveç atyre $1, ka një fije sigurie të përmirësuar që përshkruan vlerën kur e mbani kundër dritës, siç po shihni tani. Këto fije janë të veçanta. Ato janë transparente dhe ndriçojnë kur i vendosni në dritë ultravjollc. Sytë tuaj nuk mund të shohin dritën ultravjollc pa ndihmë, por ja si duket fija nëse jeni kurioz. Vlerat të ndryshme ndriçojnë në ngjyra të ndryshme. Çdo para në këto stiva parash është një dokument sigurie i përmirësuar, por si shumica e pjesëve komplekse të prodhimit, ato nuk u bën kështu pa planifikim të kujdesshëm. Siç mund ta shihni këtu, dizajnet në monedh fillimisht vizatohen me dorë, pasi këto dizajne të vizatuara me dorë finalizohen, pllaka çeliku krijohen për shtypshkronjat e byros dhe kjo është një detyrë më vete. Shikoni dhe do të shihni që këto gdhendje çeliku krijohen gjithashtu me dorë përmes përdorimit të një pene të quajtur pantograf. Një gdhendës skript gdhend dizajnin përfundimtar në pllakat e çelikut, të cilat riprodhohen në këtë shabllon shtypjeje të quajtur matrica kryesore. Procesi mund të zgjasë 8 ditë nga fillimi në fund, por këto pllaka nuk janë çelik i zakonshëm. Për të përballuar presionet ekstreme që do të shihni së shpejti, ato janë të veshura me krom. Kjo është arsyeja pse duken kaq të shndritshme. Për fat të mirë, pasi një nga këto pllaka krijohet, elementet e gdhendur individualisht si portreti në qendër të faturës dhe teksti në të kombinohen si një puzzle me përdorimin e një shtypjeje transferimi. Ky është një proces i quajtur cerografi. Pllakat kryesore plastike transferohen nga cerografia dhe përdoren nga prodhuesit e pllakave për të krijuar qindra pllaka indetike në të njëjtën kohë. Ky proces funksionon mirë për të gjitha fatura dollarshe në qarkullim, por ka diçka të veçantë për Benjamin Franklin e vjetër, dhe kjo çon në një pyetje interesante. Mund të keni ndier atë shiritin blu të veçantë në faturën e fundit $100 që keni mbajtur. Është ndryshe nga parat e tjera në portofolin tuaj, apo jo? Kjo, sepse fatura moderne $100 përdor shiritin 3D për të ofruar mbrojtje shtesë kundër falsifikatorëve. Çdo faturë ka veçori të tjera sigurie të përmirësuara që fillojnë me pllakat e tyre precize. Këto veçori janë të mundura përmes një procesi të quajtur microprinting. A keni vënë ndonjëherë linjat dhe pikat e vogla por të dallueshme në paratë që mbani? Merrni një faturë dhe shikoni për to. Do t'i gjeni këtu dhe gjithashtu këtu. Por thjesht nuk do të gjeni tekstin mikroskopik të vendosur me zgjuarsi brenda tyre në disa pjesë të faturës. Për shembull, këtu është një faturë $100. Vini re jakën e Ben Franklit. Fraza Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjendet aty.
Fraza USA është në fund të portretit në shkronja me madhësi të ngjashme. Mikroprintimi është shumë i vështirë për të kopjuar, kështu që nëse njerëzit që dinë çfarë të kërkojnë gjejnë shkronja të palexueshme, ata kanë gjetur një falsifikim. Ka gjithashtu diçka të quajtur shtypje offset. Ky është një proces që ndodh në vlerë prej $2 e lartë dhe është pak a shumë si një proces pikturimi. Këto rula janë të veshur me bojë magnetike speciale. Ato shtypin një kolazh me shumë ngjyra në të dyja anët e faturës më njëherë. Fatura $1 e anashkalojnë këtë proces, prandaj ndihen pak ndryshe nga të tjerat që mbani me vete. Pasi të filloni t'i kushtoni vëmendje, kjo bojë ka një udhëtim të vetin. Fillimisht fillon këtu në pllakat e gdhendjes dhe pastaj shkon në batanije gome të buta. Nga aty vendoset në para. Këto makina janë shumë më të mëdha se sa duken në ekranin tuaj. Ato janë 50 këmbë të gjata dhe peshojnë plot 70 ton, por madhësia dhe pesha nuk do të thotë se nuk janë të shpejta. Shikoni këto stiva parash dhe mund të merrni me mend se sa shpejt mund të prodhojnë para. 10.000 fletë në orë mund të dalin nga këto shtyp shkronja, por njerëzit pas këtyre makinave nuk lënë asgjë në dorë të fatit. Këtu ata janë duke inspektuar pas çdo 500 printimeve. Ata do të nxjerrin një fletë dhe do ta shikojnë nga afër për të parë nëse gjithçka po bëhet siç duhet. Ka një lloj tjetër shtypjeje që lë gjurmën e saj në parat tuaja. Quhet shtypja intaglio. Për shkak se faturat $1 nuk kalojnë në përshtypjen offset, ato kalojnë menjëherë në shtypjen intaglio. Për çdo faturë tjetër, shtypja intaglio është hapi i dytë pas shtypjes offset. Shtypja intaglio është faza ku të gjitha veçoritë e dukshme në një faturë, portreti, numrat, fjalët dhe kështu me radhë, vendosen në një shënim bosh. Ky proces fillon me ato pllaka çeliku dhe kromi që pat më herët. Shtohet bojë speciale që futet në gdhendje. Boja e tepërt fshihet, nga aty aplikohet presion i madh për të vendosur bojën në faturë. Boja thahet me një teksturë pak të ngritur, e cila është një tjetër mas kundër falsifikimit, sepse është vërtet e vështirë për të kopjuar. Dhe vetëm në rast se po pyesnit, procesi intaglio ka shtypshkronjat e veta speciale, ashtu si shtypshkronjat offset. Ja ku janë ato në veprim dhe janë pothuajse po aq të shpejta, duke prodhuar 10.000 fletë në orë si kjo. Por, ja çfarë i bën ato unike. Shtypshkronjat intaglio aplikojnë presion të madh në shënim, prandaj pllakat duhet të jenë kaq të qëndrueshme. Por ato nuk mund të aplikojnë më shumë se një ngjyrë në të njëjtën kohë në fletët e tyre, ndryshe nga shtypshkronjat offset. Dhe kjo bojë e veçantë do të marrë 3 ditë për t'u tharë. Kur ndjeni teksturën unike të një fature, ky është rezultati i shtypjes intaglio. Gjithçka në një faturë $-she është standardizuar deri në detaje fjalë për fjalë mikroskopike, përveç një gjëje. A keni menduar ndonjëherë se si çdo faturë merr numrin e saj serial? Këto makina janë vërtet të mira në shtypjen e stivave të faturave, por secila ka një numër serial të ndryshëm, gjë që mund të jetë një problem. Në fund të fundit, nuk është se materialet e tjera të shtypura në mas marrin numra të ndryshëm. Për fat të mirë, ka një makinë edhe për këtë. Kjo makinë shtypi me shkronja vendos prekje përfundimtare në një faturë individuale dhe mund të shihni të gjitha detajet këtu. Ato përfshin numrat serial, të cilët janë në bojë jeshile ose të zezë në varësi të vlerës, por gjithashtu numrat e identifikimit dhe vullat e Departamentit të Thesarit dhe Rezervës Federale. Shikoni dhe numrin në të djathtë poshtë. Nëse po mbani një faturë $10 ose më të lartë, ai numër do të ketë një teksturë të veçantë kur ta ndjeni. Është bërë nga një bojë që ndryshon ngjyrë. Siç mund ta shihni këtu, numri ndryshon nga ngjyra bakër në jeshile në varësi të këndit që shikoni, gjë që është gjithashtu vërtet e vështirë për t'u falsifikuar. Mirë, pra tani që fatura ka kaluar nëpër këtë udhëtim, është gati për qarkullim apo jo? Jo, ende. Së pari duhet të kalojë nëpër këtë makinë të quajtur sistemi inspektimit të monedhës jashtëlinje. Është një kombinim i kamerave dhe softwareve të specializuar. 2 dhe 1/2 fletë në sekond kalojnë nën sytë e këtyre kamerave. Ato shikojnë të dyja anët e një fature menjëherë për një planifikim efikas. Kamerat mund të kapin gabime me saktësi të jashtëzakonshme.
Nëse diçka shënohet, një nga këta punonjës do të shikoj me kujdes parat. Shënimet e gabuara do të hidhen, por jo e gjithë fleta. Ata do të ruajnë çdo shënim të mirë. Kjo do të thotë se çdo shënim individual që mbani ka kaluar nëpër një proces unik sterilizimi dhe inspektimi dhe në prodhimën masiv. Kush e di, ai numër serial mund të vlet diçka shumë më të vlefshme se numri në faturë një ditë. Me inspektimet përfundimtare të kryera, faturat janë gati për udhëtimin e tyre përfundimtar. Ai udhëtim përfundimtar fillon në objektet e byros në Washington dhe Fort Worth. Faturat kalojnë nëpër këto gjotina, të cilat bëjnë prerje vertikale dhe horizontale për të siguruar që faturat janë në dimensionet e tyre standarde, 6.14 inç të gjata dhe 2.61 inç të gjëra. Nga aty, makineritë i ngurmbullojnë ato në tulla me 100 shënime individuale, si kjo, duke i mbështjellë në këta shjerita që tregojnë vlerën e tyre. Tullat më pas vendosen në këto pako dhe pakoja nga ana tjetër paketohet në një grup prej 4.000 faturash. Ka 4 pako të tilla të vendosura në kuti metalike si këto, të quajtura skid. Rezerva Federale është autoriteti që lëshon ligjërisht këto para, kështu që derisa ta bëj këto skid do të ngarkohen në kamion të blinduar dhe do të dërgohen në bankat e rezervës federale në një rrugë të saktë. Ndonjëherë ato mund të jenë në kasaforta për vite. Pasi të jenë gati për përdorim, Fed do të shpërndajë shënimet për publikun përmes institucioneve financiare tregtare tipike si bankat dhe bashkimet kreditore, të cilat nga ana e tyre ju a japin juve. Nëse këto shënime gjenden të mos jenë të vërteta, zakonisht nga një arkëtar banke ose kasier, ato do të dërgohen te shërbimi sekret i SBA-s, i cili është përgjegjës për mbrojtjen e integritetit të parave të kombit, po aq sa është për jetën e presidentit. Duket si një udhëtim i gjatë, por është një sistem efikas që kushton midis 2.8 deri në 8.6 cent për faturë në varësi të vlerës. Por kur bëhet fjalë për monedha, efikasiteti nuk është fjala për të përdorur. Këto monedha të sapo prodhuara në mas mund të duke sikur vijnë nga një makinë mirë e vajosur, por ka më shumë në sipërfaqe. Së pari, le të flasim për bazat. Filloni duke pyetur veten pse qindarkat ndihen ndryshe nga çerekët. Është pjesërisht sepse ato janë bërë nga materiale të ndryshme, gjë që gjithashtu është arsyeja pse mund të shihni se ato kanë ngjyra të ndryshme. Çdo një nga këto qindarka është bërë nga zink, por është e veshur me bakër, gjë që u jep atyre ngjyrën e tyre të dallueshme të ndryshkur. Çerekët e monedhat 10 centashe janë bërë me nikel bakri që lë një përfundim të argjentit. Pasi grumbullojnë materialet e papërpunuara, këto spirale 1500 këmbë të gjata i presin ato në disqe metalike të quajtura boshllëqe që duken kështu, dhe boshllëqet e refuzuara riciklohen. Nga aty monedhat kalojnë nëpër makina pjekje, të cilat i ngrojnë ato në një temperaturë tronditëse prej 950 gradë. Pas kësaj, monedhat pastrojnë me argjend kundër tharjes dhe kalojnë nëpër avuj tharjeje si kjo. Kjo i zbut ato para goditjes, e cila përfshin këtë makinë ngritëse që krijon skajin e ngritur. Pasi marrin dizajnet e tyre të dallueshme, monedhat kalojnë nëpër procesin e krijimit të matricës dhe goditjes. Çfarë do të thotë kjo? Ato tashmë kanë kaluar në nxehtësi të lartë. Tani do të kalojnë nëpër presion ekstrem fal kësaj makine goditëse, e cila mund të shtypë mbi 60 dhe 160 ton forcë. Këto kushte krijojnë detajet e mpreta në monedha që jeni mësuar të shihni. Disa dizajne kërkojnë goditje të shumëfishta. Pasi goditja përfundon, monedhat inspektohen për gabime dhe nëse gjithçka është në rregull, makinat peshuese do t'i peshojnë dhe numërojnë ato. Pastaj, ato paketohen dhe dërgohen në bankat e ndryshme të rezervave federale, ashtu si faturat. Por arti i lashtë i prodhimit të monedhave është bërë kontroversë në vitet e fundit, ndërsa parat bëhen gjithnjë e më elektronike.